5 deputetë të opozitës, antarë të Këshillit të Mandateve, u paraqitën këtë të martë në kryesinë e kuvendit për të zhvilluar mbledhjen e radhës, ku në rendite ishte kërkesa e prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ashtu si në përpjekjet e mëparshme, edhe këtë herë mbledhja nuk u zhvillua për shkak të mungesës së deputetëve të mazhorancës dhe të kryetarit të kuvendit Niko Peleshi. Pas dështimit të mbledhjes, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi doli në një konferencë për mediat, ku akuzoi mazhorancën për zvarritje të qëllimshme të kërkesës së SPAK. Arsyeja për cilën kryetari i kuvendit Niko Peleshi ka mbyllur pa caktuar datë mbledhjen ishte sepse, e ka dhe me shkrim, palët në Këshill nuk gjetën mirë kuptim, thot, për të caktuar një afat se sa do t'i jepnim Belinda Ballukut, pra do ta hante brenda apo jashtë vitin e ri nga burgu, nuk gjetën konsensus deputetët e opozitës me ato të mazhorancës. Dhe duke qenë se e pandeura donte ta hante gjelin e detit jashtë burgut, kërkoi 3 javë kohë. Ky 3 javor ka skaduar sot. Pra në afatin maksimal që kërkoi e pandeura dhe që detyroi Niko Peleshin të mbyllte pa datë mbledhjen e parë të Këshillit Mandateve, sot ka skaduar në afatin e vet maksimal. Partia Demokratike bën me dije se do të insistojë për thirrjen e mbledhjes ditën e njëjtë dhe paralajmëron se çdo refuzim i mëtejshëm do të pasohet me kallëzim penal për shpërdorim detyre ndaj kryetarit të kuvendit. Hapi joni radhës do të jetë thirrja e mbledhjes së Këshillit të njëjtën dhe s'dyti, nëse kjo nuk ndodh, do të depozitojmë kallëzim penal në prokurinë e posaçme për shpërdorim detyre ndaj kryetarit të kuvendit. E ka detyrim ta thrasi mbledhjen e Këshillit. Ndërkohë, qëndrimi i Partisë Socialiste për këtë çështje është bërë publik para festave të fundvitit. Mazhoranca ka deklaruar se nuk do të marrë në shqyrtim kërkesën e SPAK-ut pa një vendim përfundimtar të gjykatës kushtetuese lidhur me 2 masat ekzekutuese të sigurisë së vendosur nga gjykata e posaçme.